Të premten ora 17 në stadiumin Loro Buriqe të Shkodrës luhet kryesita javës së 8 apo klasike a futbollit shqiptar Vllaznia Tirana. Me Avenir Danin, ish portierin e Vllaznisë, të Partizanit, por edhe të ekipit tonë kombëtar. Dani, një super sfidë në Shkodër. Si po e prisni? Nesha shumë interesante. Historikisht të dy skuadra kanë bërë neshe tradicionale të kampionatit shqiptar. Dhe unë kam mendimin që këto dy skuadra përsëri do na shfaqin një neshe të bukur pavarësisht nga pozicioni i renditjeve që janë sot aktual, ku Vllaznia është në vendin e parë dhe Tirana jo me një paraqitje të mirë, po duke u referu 2-3 javë të fundit Tirana po tregon që ka një ngritje. Gjithsesi, unë mendoj që Vllaznia është një skuadër shumë e mirë. Për mos më thanë, për momentin është më e mira kampionati shqiptar dhe Vllaznia neshet në Shkodër i ka detyrim fitore. Do të them që me shumë kujdes, me shumë qetësinë e tyre, Vllaznia duhet të arrijë fitoren patjetër. Pra siç e thash, sot Vllaznia i ka ardhur si detyrim fitore në Shkodër për të tentuar dhe për të marrë vendin e parë dhe për të tentuar titullin kampion. Kështu ne shoh një skuadër më pretendente se të gjithë të tjerat. Thatë që Tirana ka ndryshime javë të fundit, është e vërtet, por klasifikimi tregon që Vllaznia është kryesuese me 16 pikë dhe Tirana me 6 pikë është e parafundit e renditje, por gjithmonë kanë treguar që pozitat në tabelë nuk kanë ndikuar tek përballja e tyre skuadrave dhe kanë dhuruar spektakël. Siç e thash, këto janë dy skuadra që i kanë dhënë tonin kampionatit shqiptar në çdo kampionat dhe momentalisht të thash që Tirana është Tiranë dhe mund të hidhen gjithçka poshtë në një neshe. Pra, Tirana mund të bajnë edhe aty të pa kenun në pozita ku është dhe Vllaznia mundet me ballë diferencën më të madhe me të që duhet ta bajnë, patjetër. Por gjithsesi thash Tirana mbetet Tiranë dhe nesha duhet jetë e vështirë edhe për ne dhe unë them që duhet jetë një neshe rivalesh, duhet jetë një neshe shumë e bukur e kampionatit. Dani po flitet me superlativa për Vllazninë e këtij sezoni futbollistik, duke konsideruar si Vllaznia më e mirë 20 viteve të fundit, ju keni kaluar shumë breza. Si një krahasim, jeni dakord me këtë konstatim? Unë do të them që Vllaznia si mjetme është një skuadër e formuar mirë, ka një grup jashtëzakonisht mirë, ka një staf që po tregon që po punon shumë mirë me në krye Martinin, Edi po tregon hapësitë e veta si trajner shumë i mirë dhe po arrin me formu një skuadër kolektive, një skuadër me një ambient jashtëzakonisht të mirë, me një frymë fitore dhe po ta shohim në çdo intervistë si Tedi, si të sportistave, diskutimi dhe intervistat të tjera janë vetëm për fitore, që do thotë kjo është një gjë e mirë. Dhe unë mendoj që është një nga pretendentët kryesore, por ama rruga shumë e gjatë dhe unë do të dëshirosha shumë që mos i prishet kjo atmosferë dhe mos të nollin gjatë rrugës gjanat pa kenu nga problemet anësore për të ndikuar në marrëvajtjen e ekipit, sepse thash edhe herë, është një grup jashtëzakonisht i mirë. Krahas rrugës së portës, si thash më herët, të Vllaznisë, Partizanit dhe të ekipit tonë kombëtar, ju keni provuar për shumë vite të jeni edhe pjesë e stafit teknik të Vllaznisë në detyrë të trajnerit të portierëve. Ka pasur vazhdimisht një përqendrim tek trajnerët e huaj, ku ju keni kaluar, të huaj dhe shqiptar. Mendoni që trajnerët shqiptar dhe sidomos trajnerët shkodran mund ta bëjnë më mirë siç po e tregojnë edhe fakti punën? Është e vërtetë që unë kam punuar me shumë trajnerë, nga ata më të mirë në Shqipëri dhe me trajnerët e huaj. Gjithsesi për mendimin tim, unë them që një trajner shqiptar është me kam tokë në kampionatin shqiptar, aq më tepër një trajner shkodran për ekipin e Shkodrës siç është Martini, është shumë më mirë, shumë më devotshme për vazhdimin e një kampionati dhe për ecurinë e skuadrës gjatë një kampionatit. Janë me shumë probleme, por ama trajneri shkodran aq më tepër jeton me hallet dhe me problemet e skuadrës në çdo aspekt. Duke u kthyer tek supersfida Vllaznia Tirana, ku e shikoni avantazhin e Vllaznisë në këtë ndeshje ku të thatë ishit entuziazm? Të thashë në shaftë e grupi, është një grup jashtëzakonisht i mirë. Ka një skuadër jashtëzakonisht me lojtarë cilësor, siç ka një mleçën po ashtu edhe grupin mrapa. Mendoj që inshallah Edi e ka formacionin e sigurt dhe nuk vun nga dëmtimet dhe nga ata, por unë shoh që skuadra e Vllaznisë ka grup cilësor. Duke qenë se i përket një sektorit të portit, diçka për portierët e Vllaznisë, rivaliteti ju ka i Polsë Gjermani,
i portës së Kuçi Blu vazhdon të jetë i pranishëm, e nisi ju ka titullar, u dëmtua, por 3 ndeshje rrallëzit dukte Të shtega bëri që mirë Gjermani. kjo është preferenca dhe janë mendimet e trajnerëve të grupit stafit tyre, sepse ata janë punojnë për ditë dhe i kanë për ditë në përdur ato. Gjithsesi e filloi Juka me një paraqitje shumë të mirë, një djalë i ri me shumë perspektivë, por fatkeqësisht dëmtimi e la pak mrapa. Me futja e portierit gjerman momentalisht po e justifikon. Mendimi jem krejt hala nuk jam i bindur që është i ambientuar totalisht me skuadrën, por doja lëm kohës, sepse e favorizon edhe skuadra shumë e mirë, e favorizon edhe portierin normalisht. Kështu që mendoj që ta shohim me kalimin e kohës paraqitjen e tij, që nuk mund të jap ndonjë mendim krejt të saktë për portierin gjerman. Duke e përfunduar, doja një parashikim me shifra nga Avenir Dani të ndeshjes të pragneshjes Vllaznia-Tirana. Gaci, unë do të doja fitoren. Shëndsi ka 1 apo 3 dhe e dyta do doja që ne mos të pësojmë gol. Por them sinqerisht do doja që të vazhdojnë dhe të paraqiten me atë nivel lojet, sepse po na lloron lojë të bukur, ashtu siç vet Martini ka pas natyrën e tij, po ja shpreh edhe skuadrës dhe do dëshiroshe vetëm fitoren, s'ka rëndësi rezultati secili është, vetëm të jetë në favorin e Vllaznisë. Një kolegi imi mediatik është shprehur se do të ketë gola shumë kjo ndeshje. Do të edhe falë edhe terrenit që mund të jetë. Shiko, nuk janë skuadra, Vllaznia ka skuadra të mirë, thash dhe po e them disa herë, Vllaznia ka skuadra shumë të mirë, sidomos mesin e fushës sulmin e ka dhe mund të jetë e pritshme që kjo skuadër të shënojë edhe shumë gola, sepse krijon edhe shumë raste. Por them të drejtën, nga që nuk është Tirana një ekip që edhe mund të hajnë shumë gola, edhe mund të hajnë. Është futboll dhe nuk flitet para kohët. Por gjithsesi thash, më intereson fitoria dhe do ishe shumë i gëzuar me fitoren. Jo, ideja ishte sepse Tirana luan në sulm, mund të ketë gola nga të dyja skuadrat. Jena të fol për Tiranën. I ka të gjitha mbrapa. Avenir Dani, faleminderit për intervistën. Faleminderit edhe për jush, edhe ju uroj fitore Vllaznisë.